në lidhje me këtë veprimtari të këtij njeriu, si ore vetë ndalon ky kosovarët të parakalojnë edhe të brohorisin për ushtrinë qeveritare të Kosovës. Pra është direkt spion, vasal, bëlëpirës i Vučićit. Avokat, po nga Greku çfarë po bëhet? Kishim ministrin e jashtëm atje, i cili na doli me origjinë greke. Ju e dini këtë që është andej apo jo? Jo, nuk e dija. Po nuk është andeja. Jo, nuk është andeja. Ai ka nënën nga Dërmiu. Ai nuk reagoi aty që thotë nuk është e vërtetë. Dëgjom çik mua. Jo, ai nuk reagon se Edi Rama dhe nëse do që të largoj, po unë i drejtohem zotit Igli të më dëgjojë dhe më shikoj nga ekrani juaj. Zoti Igli, nënën e ke në Dërmiu. Në Dërmiu unë kam Krusht. Hape në qik librin edhe deklaratën e Petro Marko se e kishe bashkëqatar në najote nga Dërmiu. Dhe çfarë thot Petro Marko për Dërmiun dhe për gjithë për ato tre fshatra grekofone në Himar, Palas dhe Dërmi. Ajo nuk është gjuhë greka, zotëri. Ajo është tamam partogomari lidhe sohuri, thonë. Ja, kjo është greqishtja që flasin ata. Kam në njërë 15 vjetë në Greqi dhe një mirë gjuhën greke. Parte ta plaçka thot. Nuk e thot greqisht. Pare ta pram ata. E tjera. Dhe ata, ajo mund të jetë dhe një deklarim provokues si grekëve, si që kanë zakon grekët që të provokojnë. Por unë i drejtojmë zotit Igli dhe i them, ti oje e Kuksian, o thuaj mëmës që je në Dërmiu. 2 rrugë s'ka këtu. Origjina është nga baba në gjithë globin, s'është nga mëma. Po që se e pranojnë vetëm origjinën e mëmës, atëre mohon origjinën e babës edhe ishte drejtëti të beqardoj. Ndoshta nga që mos kanë i prapaskentu, mos i kanë vënë syrin Dërmiut grekët apo? Po ata kanë planin atë marrëveshjen e detit që bëri Sali Berisha me Dora Bakojanin, me edhe Lululush Basha. Ata atë marrëveshje e kanë fuqizot e kanë ratifikuar në parlament. Është tjetër punë që Shqipërisë idolizot Amerika dhe ata nuk mund të afrohen më aty. Avokat ka bërë përshtypje një deklaratë një ushtaraku pak ditë më parë që tha tanket e Shqipërisë u shitën në Rusi. I keni informacion për këtë se nuk e kemi çemër në herë si tem? Dëgjoj, unë di këtë, kemi pasur 1300 tanke, zotëri. Vetë kam qenë 10 vjet në brigadën e tankeve, kam qenë radiotelegrafist, instruktor telegrafie. Dhe tanket janë shitur siç kanë qenë në gjendje pune të Grasos, janë nxjerrë nga tuneli, të Grasos, jo tanke pune. Se në punë kanë qenë në çdo batalion tankesh kishte 3-4 që ishin mësimor, të tjerët ishin të konservuar. Siç kanë qenë të konservuar, janë shitur me një çmim qesharak dhe u janë dhënë rusëve. U janë dhënë dhe serbëve. Po kanë marrë dhe grekët, sepse kur isha në Greqi mësova dhe mora vesh që grekëve u duhej stabilizatori i tankut T-54. Stabilizatori i topit. Dhe ato i kanë marrë grekët. Ndërkohë grekët kanë marrë dhe pompat e karburantit të MiG 17-19-21. Për arsye sepse grekëve urrëzoheshin në çdo muaj, 2 muaj urrëzohen nga një Mirage, avion i tipit Mirage 2000 francez.